Për të dytën ditë radhasi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë shkëmbyer sulme të ashpra ushtarake. Komanda qendrore amerikane konfirmoi se ka përfunduar një valë të re goditjesh, të cilat i cilësoi si sulme vetëmbrojtjeje. Objektivi i bombardimeve amerikane kanë qenë bazat ushtarake, sistemet e vëzhgimit dhe rrethet radarëve në jug të Iranit. Presidenti Donald Trump paralajmëroi se Teherani zyrtar ka humbur kohë të artë për të negociuar. Ne do t'i sulmojmë ato shumë fort nëse nuk arrim një marrëveshje, deklaroi shefi i Shtëpisë së Bardhë. Po ashtu edhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili deklaroi prerazi se bombat amerikane do të vazhdojnë të mbihen mbi objektivat kryesore iraniane nëse nuk nënshkruhet marrëveshja. Nga sulmet raportohet se 3 marinarë indian kanë ndërruar jetë, njoftoi ministri i transportit të Indisë, i cili me anë të një postimi në X u shpreh thellësisht i prekur nga ngjarja. Përgjigjja e Teheranit ka qenë ashpër pasi Garda Revolucionare Islamike e Iranit lëshoi një breshëri raketash balistike dhe dron kamikaz drejt bazave ushtarake amerikane në të gjithë rajonin. Në Bahrein dhe Kuvajt, sirenat alarmit ajror u aktivizuan për të dytën ditë me radhë. Autoritetet në Kuvajt pezulluan përkohësisht fluturimet, ndërsa në Bahrein vetjet e dronëve dëmtuan banesat. Së kaq, Irani pretendon se ka goditur me 12 raketa balistike qendrën e komandës amerikane në bazën ajrore Muafaq Salti në Jordani, duke shkatëruar sipas tyre një numër të madh avionësh luftarak. Nga ana tjetër, shpërthime të fuqishme janë raportuar brenda territorit iranian, specifikisht rreth kryeqytetit Teheran dhe qytetit port strategjik Bandar Abbas. Këto zhvillime kanë ndikuar drejt për së drejti në tregjet globale, pasi çmimi i naftës bruto Brent arriti menjëherë me 2%, duke arritur në rreth $95 për fuqi.